ishte dhe photoshooti ynë në Romën e bukur. Tani le të ndjekim disa nga rrëfimet e vajzave tona konkurrente, duke folur për jetën, emocionet dhe përjetimet. Le t'i ndjekim ato. Unë jam Perla Manuka, jam me origjinë nga Libra, por kam lindur dhe jetoj në Tiranë. Familja ime është e përbërë nga 6 antarë, unë, 2 vëllezër dhe motra. Motra ime dhe mami kanë qenë shtysa ime më e madhe për të marrë pjesë në Miss Universe Albania. Mami im ka një sallon bukurie dhe unë gjithmonë kam ndënjur aty, duke ndihmuar atë në punë. Dhe kur kam qenë e vogël gjithmonë i merra make-upet dhe rregulloja veten, gjithashtu dhe motrën. Edhe aty nisi të më pëlqente e bukura dhe kështu vendosa që të merra pjesë në Miss Universe Albania. Vllai i vogël është pika e dobët e familjes. Ai ka emrin Bekim dhe siç ka emrin ashtu është vetë. Ai merret me futboll dhe gjithë vëmendja e familjes tonë shkon tek ai, pasi është më i vogël dhe më i llastuari. Me motrën kam një lidhje shumë të fortë. Motra më udhëzon për çdo gjë, gjithashtu më ka treguar se si të sillem, se si të eci, pasi shikojmë bashkë kompeticione të ndryshme bukurie. Ajo gjithashtu përkujdeset gjithmonë në çdo haptimin. Me babin kam një lidhje shumë të ngurtë gjithashtu, pasi ai është shtylla e shtëpisë tonë dhe ka bërë të mundur që çdo gjë na i plotsoj dhe të mos na mungojë asnjë lloj gjëje. Jam marrë me modeling që në moshën 14 vjeçare, ku kam bërë disa spote televizive dhe disa reklama. Mendoj se kam vetë besim për të marrë pjesë në këtë kompeticion dhe pse jo për ta fituar. Pasi jam e mirë në sfilata dhe në photoshooting që kemi bërë, mendoj se kam dalur shumë mirë. Krahas modelingut jam marrë dhe me studimet, ku studioj për stomatologji dhe jam viti i 4. Kam dhe një vit për ta mbaruar, por mendoj se deri tani kam dalur mirë dhe po pres që të diplomon dhe më vonë të hap një klinikën time. Dhe pse jo një mis me një klinikë detare dhe me një buzëqeshje të bukur. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Megi Sheha, jam 22 vjeçe, jetoj në Oxford, por jam gjysmë nga Tirana, gjysmë nga Korça. Në familjen time jemi 5 veta, mami, babi, unë me madhja, motra që është 18 vjeçe dhe Danieli 10 vjeç, është drita syve tanë. Është dhurata më e bukur që më kanë bërë prindrit. Familja ime është gjithçka për mua, jemi shumë të lidhur. Edhe në kushte të vështira që mami ishte me baterica, me karige, me rota për shumë vjet, na çonte kudo që mos ndiheshim ndryshe nga të tjerë. Papi ka punuar jashtë masë fort që t'i përballonim këto gjëra. Pas shumë vitesh na bërën dhuratën më të bukur, vllai jon, Danieli. Unë jam goca e babit. Unë me babin jemi shok të ngushtë. Kur kam qenë e vogël, mami ishte në punë edhe më çonte për herë tek një fast food që nuk donte mami të shkonin. Për ditë na merrte në telefon mami edhe thote ku jeni? Edhe papi më thote josh, mos i thuaj. Sa më jepte telefonin se isha plot, isha shumë e gëzuar që ishim aty, ja bëja përki. Mezi prisja kur i priste babi biletat për të ardhur në Tiranë. E mbaj mend që e pyesja për herë, në çfarë të shkojmë? Aty në Sarand kam kujtimet më të bukura. Se rinim gjithë muajin në det, nuk dilja ndonjëherë, prandaj e kam me shumë pasion notin. Falë këmbguljes të babit, ne dim shqipen shumë mirë të tre. Na kam mësuar për traditat, për kulturën, për zakonet. Fëmijëria ime ka qenë shumë e bukur, kam patur plot shoqëri, shumë dashuri në familje. Dhe pastaj jeta ime ndryshoi totalisht. Karrocën që la mami e mora unë, edhe më ndryshoi jeta në gjitha aspektet. Aty u mbylla më shumë si person, sepse po shifja që të gjitha shoqet po iknin pak nga pak, isha e vetmuar. Nga kjo gjë kisha shumë turp të shkoja në shkollë me karrocë. Edhe i thoja mami të lutem, nuk do të shkoj më. Dhe u mbylla totalisht.
nuk flisja më me njerëz. Edhe pse mamin e babin e kam pasur për herë në krah, kanë bërë gjithçka të mundur që të isha në spitalet më të mira. Kto gjë që duket e vogël sot më duk jashtëmase e madhe atëherë. Mendoja se nuk do hecja dot më, edhe se më thonin, jo, nuk do zjasi shumë. Mua më dukshte sikur nuk do bëja më not, nuk do dilja më me shoqet, visha fustane. Nuk e di, më duk sikur më kishte mbaruar jeta. Pastaj erdhi ajo ditë që heca pa baterica për herë të parë. Mu hapën syt. Nuk e shifja më jetën ashtu siç po e shifja për shumë kohë. Edhe dua t'i jap kurajo dhe shpresë për gjithë ata që janë në karrocë me probleme, që të ja dalin. Shife unë ja dola, mami ja doli, vetëm dy të kesh shumë besim, mos të t'i asnjëherë shpresa. Mua gjithmonë më ka pëlqyer moda e bukura. E kam ndjekur shumë misin, po asnjëherë s'kam patur guximin për të marrë pjesë. Fal mamit jam këtu sepse ajo më ka shtyr. Edhe ja ku jam tani, po marr pjesë, edhe mami më ndjek çdo puntat, çdo pjesë, më korrigjon. Aktualisht jam në shkollë akoma për shkencat biomedikale dhe në të njëjtën kohë kam një klinikën time në Angli që bëj gjëra estetike. Dhe Megin, pas 10 viteve do më shihni post Miss Universe me një klinikë të madhe. Dhe pse jo në fushën e mediave dhe showbiz. Përshëndetje, unë jam Never Halo, vi nga qyteti bukur i Sarandës, por jetoj në Tiranë. Familja ime përbëhet nga 4 pjesëtar, motra ime Pamela dhe mami dhe babi. Mamin e kemi pasur gjithmonë në krah për të ndjekur çdo ëndër, për të qenë të arsimuara, të dashura dhe të mos na mungoj asnjë gjë. Kur unë isha 6 vjeçe, erdhi në jetë Pamela. Ishte një ndjesi edhe çuditshme, por isha vërtet shumë e lumtur që tashmë nuk do isha më vetëm, por do kisha jo vetëm një motër, por edhe një shoqe më të mirë. Ajo nuk është vetëm pika ime me dogbët, por është e gjithë familja ime. Që kur ishte e vogël, ajo mundoi që të merrte rrobat e mia, takat e mia, make-upet e mia, çdo gjë timen. Edhe pse unë jam e atë mamit, ajo prap ishte shumë e dhënë mbas gjërave të mia. Bashkë kemi kaluar shumë bukur, kemi kaluar eksperienca të cilat ne i mbajmë mend dhe i përmendim gjithkohës. Kemi qenë shumë të azavace, bënim shpinë shumë rëmuj, edhe kur mundeshim, kur vinte mami, vraponin kush të rregullonte më shpejt dhomën apo enët e kuzhinës. Unë kam studiuar për shkenca kompjuterike. Kam përfunduar me sukses, por nuk është se shifja veten fiks tek ajo fushë. Isha shumë e afruar drejt fushës së bukurisë, estetikës dhe japse unë ndoqa një kurs profesional për mjekësi estetike. Krahas kësaj, hapa dhe një biznesin tim, i cili është një market në qytetin e Sarandës, me ndihmën sigurisht të familjes, dhe normalisht më duhej një kurikulum për të dalë me sukses dhe për të qenë sa më fitimprurës tek kështu, ndoqja masterin për menaxhim biznesi. Një nga pasionet e mia që në fëmijëri ka qenë modelingu, të cilën unë e kam bërë realitet që prej 4 vitesh tashmë. Jam fotografuar për disa brende të ndryshme të shqiptare dhe të huaja, të cilat më kanë dhënë shumë forcë për të arritur deri këtu, të marr pjesë në Miss Universe. Kam shumë kohë që e shoh këtë kompeticion dhe prej 3 vitesh kam dashur që të marr pjesë, por nuk e kisha edhe atë vetbesimin e dur, kisha shumë pikpyetje në kokë dhe nuk e dija se ku do arija, nuk isha akoma e sigurt me veten time. Por që tani jam këtu, me një vetbesim të plot dhe pse jo për ta fituar. Këtu përfundon edhe episodi ynë. Përjetuam emocionet e vajzave konkurrente dhe i pam ato gjithashtu në një photoshoot shumë të veçantë në qytetin e bukur të Romës. Unë juftoj të na ndiqni në episodin tjetër nesër. Deri atëherë, mirë takofshim.